Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për disa prej zhvillimeve të fundit politike, duke nisur me incidentin e regjistruar në pikën kufitare të Qafthanës, ku 3 deputetë të koalicionit shqiptar vlen në Maqedoninë e Veriut, deklaruan se nuk ju lejua hyrja në Shqipëri. Berisha cilësoi ngjarjen si një akt të rënd politik dhe diplomatik, duke akuzuar qeverinë shqiptare se ka cënuar marrëdhëniet me përfaqësuesit politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Dje me urdhër të Edi Rams nuk u lejuan të hynë në territorin e Shqipërisë në kundërshtim dhe shkelje flagrante të marrëveshjeve ndërshtetërore me Maqedoninë e Veriut dhe konventat ndërkombëtare. 3 deputet të koalicionit partive shqiptare në Maqedoninë e Veriut vlen, që të 3 me pasaporta diplomatike. Ata u trajtuan dhe u ndaluan sikur të ishin terroristë, armiq të kombit shqiptar dhe jo deputet të nderuar, përfaqësues të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, shqiptarëve të Maqedonisë Veriut dhe qytetarëve të këtij vendi. Koalicionit vlen dhe të gjithë deputetëve të tij, Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë akt të shëmtuar të Edi Rams dhe ministrit të tij kukull antishqiptar të brendshëm. Lidhur me deklaratat e kryeministrit Edi Rama se Shqipëria do të presë samitin e ardhshëm të NATO-s, Berisha shprehu skepticizëm, duke thënë se nga përfundimet e takimit të aleancës nuk ka dëgjuar një konfirmim të qartë për zhvillimin e samitit në Tiranë. Ju e pat vetë në samit, e pat besoj apo jo. Aty ishte njeriu më i vetmuar, sharlatani më i dabkosur, hokatari më i shpifur, që mendoj se me atletet e bardha, s'po përdor shprehjet që i meriton në këtë rast, do mund të tërhiqte vëmendje dhe tërhoqi vetëm për çmim. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo e njohur. Por ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. As se zhvillohet, as se nuk zhvillohet. Në konferencën për mediat, Kreu Demokratik kritikoi edhe vendimin e qeverisë për të përdorur 4 milion euro nga fondi rezerv për organizimin e koncertit të Kanye West. Fondi rezerv i Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare, por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ai të bëhet me paratë e takspaguesve shqiptar. Deklaratat e Berishës vijnë në një kohë kur opozita ka intensifikuar kritikat ndaj qeverisë për vendimarrjet e fundit, ndërsa mazhoranca ka mbrojtur qëndrimet e saj, duke argumentuar se vendimet janë në interes të vendit dhe ekonomisë.